Në Agonland ju gjeni propozimet më të veçanta për t'i dhënë të përditshmes tuaj ritëm dhe risi. Dhe me që jemi të kjo e fundit, ndjekim Rominën nga Monsheri. Agon Channel, vendi me cilin do ju prezantojmë pikërisht tani është shumë i rëndësishëm për ne shqiptarët. Për arsyeën e thjeshtë, sepse nuk ka rëndësi se si është koha, se si është moti, apo sa angazhuar është dita jonë. Ne të gjithë gjejmë gjithmonë kohën për një kafe dhe kur vjen puna te kafja, duhet gjithmonë që të kemi më të mirën. Dhe ajo është risia më e mirë e Tiranës, e kryeqytetit e kohëve të fundit, që është hapur një degër e franchise, e cila quhet Monsheri. Mund ndiqni. Banaku. Këtu thuhet që dukeni më të bukur nëse lini bakshish, kështu që dhe vajza e la një bakshish. Dhe sigurisht, në çfarë do lloj vendi që ne shkojmë, ne duhet patjetër të takojmë personin i cili e ka bërë të mundur këtë gjë. Si erdhi Monsheri? Një platformë biznesi totalisht shqiptare, është e krijuar dhe e zhvilluar totalisht këtu. Si të gjithë pjesët e tjera të tregut që evolojnë, edhe pjesa e kafeve, coffee shopit, e shërbimeve ka evoluar, kështu që edhe ne tentojmë të jemi sa më pranë kërkesave të klientëve. Përpos kësaj, ka dhe një shije shumë të hollë në dekoracion. Kjo ka qenë edhe një pjesë e asaj që ne kemi dashur të transmetojmë duke ofruar shumë produkte të cilat kanë një variacion shumë gjerë që nga shije të ndryshme, koktejlet e kafeve, ftohta të ngrohta me shije të ndryshme. Përpost edhe pjesa që shoqëron mirë botën e kafes, që janë paninet, ëmbëlsirat, pra e gjithë gama e plotë e shërbimit. Pjesë e suksesit janë edhe kombinimi, domethënë, i shumë elementeve të cilët të çojnë domethënë të vërtet në atë që është vizioni jo. Lokacioni është një pjesë shumë e rëndësishme. Sigurisht në të ardhmen do ketë në të gjitha kryqëzimet kryesore, domethënë do të jetë nga një Monsheri coffee shop. Edhe një pyetje të fundit, cila është shija lloj kafes më i pëlqyer nga shqiptarët? Vetë fryma e konceptit coffee shopit i drejtohet njerëzve të cilët janë shumë dinamik, shumë lëvizje. Fredduccino ka qenë një nga produktet i cili pastaj ka dhe shijet e veta. Fredduccino Lighty, Irish, vanilje, domethënë është një nga produktet më të forta. Ne kryesisht nuk trajtojmë pjesën e espressos, domethënë nuk është ajo pika jone e fortë ndryshe nga të tjerët. Na krijoni ju një të tillë me një shije që ju mendoni se neve na përshtatet? Fute botës së kombinacionit të produkteve dhe ambientit, domethënë është një gamë shumë e gjerë dhe mundësitë janë të pafundme. Sigurisht që mund të realizohet çdo gjë. Ne duam nga ju që të krijoni një kafe me çfarë shihesh të keni ju dëshirë për Agonland. Mund t'i bëjmë një fredduccino që është koktejl kafe e lehtë që bëhet me shije karamel, Lighty, Irish. Për Agon Channel. Ju bëft mirë. Unë e dua shumë punëndime. Ka karamel? Irish. Irish. Është një frut tropikal i kthyer në shurop. Jo alkolik. E kupton. Le të themi Fredduccino Agonland është shumë e ka dhe emrin. Okej. Vetëm në Monsheri, qëndroni me ne.